në fund të mitingut, Fjerit unë jam në shoqërinë e tij sonte këtu buz lumit Xhanicë në Roma, faleminderit që i the jemi live këtu në Elbasan. Elbasan? Në fakt e kisha mendjen tek një lajm tjetër që vjen nga Elbasani. Pak regjia mund na ndihmoj me pamjet e Elbasanit, ku ka patur një përleshje të simpatizantëve brenda mitingut të Sali Berishës, gjatë mitingut përmbyllës pikërisht momentin që ai sulmonte Suel Çelën. Pamjet ndoshta na ndihmojnë, janë pamjet cilat nuk kuptohet çfarë ka ndodhur, po sipas informacioneve të para që ne kemi, janë simpatizantë të kandidatëve në listën e hapur të Partisë Demokratike. Duhet të thënë zoti Rama, ju bët atë që dështe zoti Berisha në ligjin elektoral, po praktikisht kjo përkthehet bumerang zotit Berisha, por edhe situata në qeverinë tuaj nuk duket aq e mirë brenda listës së hapur, le të themi, ku konkurenca është shumë e fortë. Konkurenca është shumë e shëndetshme, sepse fal konkurencës maksimizohet vota për partinë. Rëndësi ka që konkurenca mos degradoj në grushta edhe në shelma, siç me sa po dëgjoj ka degraduar në Elbasan. Po, pamjet fakt janë trishtuese do thoja unë, pasi janë simpatizantë të njëjtës parti që përleshëm njëri tjetrin, gjithsesi duket se edhe situata në qeverinë tuaj, sidomos në qarkun e Tiranës, gara është shumë e fortë për mos thënë deri diku me tone agresive, po shikojmë çfarë do ndodhi në momentin që do ndahen mandatet. Po duhet të thënë që ju bët një zgjedhje, ndoshta kishte edhe komoditetin, bët një zgjedhje shumë zgjuar pasi hodhët në listën e hapur elementet më të fortë të partisë tuaj. Po kjo do ketë dhe kosto, pasi shumë prej tyre nuk do mund të futen në parlament. Nuk është çështja të zgjuar, është çështja parimore, sepse ata që kanë marrë mandate nga Partia Socialiste në të shkuarën, ose qoftë edhe një mandat të shkuar, janë ata të cilët duhet ta konfirmojnë mandatin e tyre në fushën e betejës dhe besoj që të gjithë e kanë kuptuar, madje jo vetëm e kanë kuptuar, po e kanë mirë kuptuar këtë gjë, sepse nuk kemi hasur asnjë lloj rezistence në këtë aspekt, në kuptimin më të mirë të fjalës. Kishin mundësi të rezistonin? Po, kemi bërë shumë diskutime për këtë dhe nuk kemi hasur asnjë lloj rezistence në sensin e cila është më e mira, sepse kemi pas diskutime, kemi vënë edhe opsionet në tryezë dhe nuk bënte sens që ata që kanë më shumë eksperiencë, ata që kanë më shumë lidhje me territorin, ata që janë më të njohur për njerëzit, të qëndronin në territorin e listës mbyllur, ndërkohë që më të rinj të hynin në fushën e betejës edhe të sprovoheshin në një ndeshje kaq të fortë dhe kaq të rëndësishme, pa pasur luajtur asnjë ndeshje më parë. Pra, u bë një harmonizim edhe besoj që është bërë gjë e duhur. Po megjithatë, do ta pranoni që në këtë mënyrë bëhet edhe automatikisht një farë rokade, një farë rifreskimi i partisë tuaj. Temi nivelet më larta, siç janë deputetët. Nuk është ky qëllimi. Qëllimi ka qenë që partia të ketë një sasi të konsiderueshme gjaku të ri në të gjithë skuadrën, pra jo në listën e mbyllur gjak i ri, edhe në listën e hapur të tjerët, por gjak i ri në të gjithë skuadrën. Dhe kemi partinë më të re në fushë, faktikisht, përfshirë edhe partitë ashtu quajtura të reja. Qëllimi ka qenë që të ketë një raport gjinor edhe më progresiv, dhe faktikisht në listën e mbyllur ne kemi 52% gra dhe vajza, ndërkohë që në total, mos gabohem, gra dhe vajzat janë 71 në gjithë skuadrën. Dhe qëllimi ka qenë që të kemi përfaqësim shumë të lidhur me territori, dhe faktikisht në Fier për shembull ne kemi një skuadër që i përfaqëson të gjitha territoret dhe të gjitha komunitetet dhe njëjta logjikë është ndjekur në të gjithë Shqipërinë, ndërkohë që po të shikosh Kënetën, Këneta ka edhe në këtë aspekt zhbalancime deri edhe absurde. Edhe vërtet është pak sidomos qarku në Elbasan, ndoshta jo rastisht ndodhin ato që po ndodhen në Elbasan. Megjithatë, ju folët për raportin Po jo, se ka dhe gjë tjetër që
Këneta ka mbytur. Kujtetoni Këneta. Ka mbytur. I kemi ndryshuar dhe emrin e partisë ndërkohë. Ka mbytur, po Këneta është që ka mbytur edhe protagonistët e primareve, që faktikisht ishin, si thush, një shprehje drejt për drejt e territoreve edhe e komuniteteve. Rasti më flagrant i kryetarit Partisë Demokratike të Kavajës, i cili fitoi primaret e gjithë Tiranës, edhe u asimilua nga Këneta, edhe nuk është as në listë mbyllur, as në listë hapur, madje më thonë që nuk është as në fushat. Kështu që fati i tij mbetet mister në aspektin politik, jo fizik, por e njëjta gjë me Dash Sulën Elbasan, që fitoi primaret edhe u asimilua pa ju dhënë mundësi aty në asnjë lloj liste. Në Elbasan ka qenë edhe një tjetër protagoniste me cilin unë kam bërë dhe replika në parlament, mjeke e djathtë, por e mirë respektuar edhe nuk është fare. Ose në Sarandë, kryetaria e partisë Sarandë, do të thënë Këneta ka pas një qasje shumë absurde në raport me 11 majin, por Këneta ka bërë listën e 12 majit. Do të thënë lista e partisë së Bufit është listë për 12 maj, nuk është për 11 maj. Ndërsa ju Raç Kurt fare nuk bëhet fare primare, megjithëse u hap një proces për deputetin që duam. Ne nuk shoqë shumë prej tyre të jenë listë. Ne kemi bërë primare një herë në 2007 për të zgjedhur kandidatët për bashkiet dhe komunat dhe kuptuam që është një eksperiencë krejtësisht e papërshtatshme për territorin, për kulturën, për traditën tonë, dhe mbi të gjitha është një eksperiencë shumë e padobishme, për ta thënë me fjalë të buta, se mund të jetë dhe shumë e dëmshme për partinë. Pse e mendoni këtë? Sepse zakonisht teoria është që partia duhet të jenë institucione demokracisë brendshme të tjera. Demokracia e brendshme nuk përcaktohet nga primaret. Demokracia e brendshme është një proces i tërë që ka mekanizmat e vet. Ndërkohë që primaret janë instrument që nuk i përdorin edhe parti të tjera demokratike në Europë, e jo më ne që kemi një traditë jo të gjatë demokratike. Po ju thoni për pak vite futemi në Europë. Ju thoni për pak vite futemi në Europë. Pra nuk duhet të netesin atë lloj tradite. Nuk e përdorin partitë në Europë në shumicë. Në shumicë nuk përdorin primare. Primaret vinë nga tradita amerikane, edhe janë jashtë territorit dhe jashtë terrenit të kulturës tonë. Megjithatë ju patën një proces për zgjedhje, ku një platformë ku patën mira vetë që u regjistruan, deputetët që duam, nuk më rezulton që shumë prej tyre ishin në listat qoftë mbyllurat, por qoftë edhe hapura. Janë një pjesë, janë goxha, në çdo. Janë, po nuk janë aq sa u mendua që do ishin. Jo. Pra, unë kam folur me shumë prej tyre, kishte shumë pritshmëri. Po mirë, dakord, po. Kjo lloj platforme do të hapte atyre mundësinë. Ne kishim 500 kandidatë që u seleksionuan, u shpërndanë për territor dhe morën detyrat e tyre, treguan veten e tyre dhe nuk mundet dot të akomodonin 500 njerëz në një skuadër që është shumë më e vogël se aq dhe që ka edhe të tjerë patjetër që janë pjesë e saj, kështu që numri i tyre është i konsiderueshëm në raport me çfarë ka qenë herën e kaluar. Zotëri Rama, ju dhe besoj keni një merit për këtë, keni përmbysur raportin gjinor në favor të grave dhe vajzave, që është një mirë dhe sigurisht unë e vlerësoj sepse vërtet komunitetet e tyre në Shqipëri, edhe për shkak të historisë shoqërore të Shqipërisë, ka qenë temi i reduktuar. Po, ne çyrykëve s'na le shumë mundësi përfaqësime. Burrave ju kam lënë, çyrykëve jo. Vërtet, unë le temi mund ta kuptoja batutën tuaj politikisht, po besoj që ishte pak e tepruar. Jo, unë besoj që ishte krejt e shënjestruar
flasim për politikë dhe flasim për gjysmak politik, nuk flasim për persona konkret që targetohen. Po dakor, por kjo kërkon një shpjegim shumë gjatë, por kërkon shumë asterikse. Jo, po se e thënë atë mënyrën fushat. E kanë kuptuar njerëzit të gjë dhe plus. Mendoni që është ka përcyer kjo si pse ka përcyer? Si keq kuptim? Nuk ka pas asnjë keq kuptim. Sepse për pak dole e parullat të gjithë gjësi çyryk. Jo, se unë e thash shumë qartë, unë thash që ne kemi shumicën e grave që mbështesin Partinë Socialiste, janë 56% e grave në gjithë territorin, ka qarqe që janë. Po pra dhe thash, tek burrat, më shumë se gjysma na mbështesin, por janë më pak se gratë, se gjysma tjetër tash janë çryk. I dhe i shëndonë dhe seti kërra. Po tjetër. Nga i banja politike? Do me thënë të shkosh jo se nuk janë me ne. Jo se nuk na votojnë ne. Se kjo do ishte e të mërshme si kur unë edhe ta mendoja të gjë. Se kështu pak në shpërkësër. Por janë çyryk. Pra çyryk sepse si votojnë ju? Jo, sepse hidhen kënet. Kjo është një tjetër gjë. Se nuk është vetëm zgjedhja o të hidhesh në kënet o të vish me ne. Po ti thua edhe për trit janë një lloj si të vjetrit. Edhe për trit thua, ti janë një lloj si të vjetrit. Këta të rinë. Lapaj, Shabani, Qori, Shehaj. Ata janë të rinë në mosh, po të vjetër në mendësi. Por këneta është tjetër histori, këneta është merë. Do në të hidhesh në kënet në vitin 2025 edhe të presësh që nga këneta të dali Shqipëria Europiane është, çfarë më thuj, është healthy nga pikpamja e logjikës politike dikush që mendon kështu? Unë jam dakord me ju dhe ka përshtypjen që qëndrimi im personal, ai sa vlej unë, ka qenë shumë i qartë të pikë. Ai sa unë jam befasuar kur ju larguat premtimet që pa të bërë për të mos bashkëpunuar me non-gratën, siç e quani atëherë, e quani kënet sot, po bashkëpunuat në amnistin që bët, në ndryshimet që u bën kodin zgjedhor. S'është vërtet. Amnistit janë bërë historikisht gjithmonë amnistit janë bërë me votat e gjithë. Dhe për amnistit s'ka pas asnjëherë as kontestime nëse unë kujtohem mirë. Gjithmonë, historikisht. Edhe ligji zgjedhor kërkon vota më shumë se votat tona. Po kjo nuk është bashkëpunim në kuptimin e ndërveprimit për çfarë do qoftë tjetër përveç se për rregullat e lojës. Pra ju thoni që ky bashkëpunim i detyruar nga votat mund vazhdojë në legislaturën e ardhshme për gjëra të caktuara. Për rregullat e lojës, patjetër, gjithmonë. Pra, ndryshime ligje posaçme, ndryshime kushtetuese. Nuk kemi në plan dhe nuk shoh. Nëse do të bëj nevoja. Flasim me nëse njëherë, le të shpresojmë njëherë që në 11 maj këneta të thahet pjesërisht si fillim, pastaj shohim më tutje. Tani, kur thoni që këneta thahet pjesërisht kuptohet, mendoni që do marrë një humbje, mendoni që do marrë një humbje të thellë. Mendoj që Bufi nuk e bën vezën e lulit dot. Okej, veza e lulit nuk ishte e vogël, ishte 59 mandate, plus mandatet e zonës kryemadhe. Nuk ishte vezë e madhe, po ishte vezë. Ndërkohë që kjo Bufit nuk e di që do jetë. Në fakt, nëse vlerësoni, se po diskutoni pak me kolegët e mi, Nura dhe Leka që ishëm pjesën e parë, duket si zoti Berisha në to zgjedhje nuk e di se do i dalë rezultati, po nuk besoj që gjykohet për të shkuarën e tij. Besoj gjykohet për atë që ai paraqiti këtë fushat. Për të ardhmen e tij. Për atë që paraqiti këtë fushat. Cilën? Për atë që ai paraqiti këtë fushat. Ashtu si doli. Raportin me gjuhën e folur shqipe në publik që kush e di se sa kryefjala ngelën rrugëve pa u pasuar nga kallëzuesi për katës. Pra këtë po them dhe unë, pra ai besoj që zoti Berisha kësaj radhe do gjykohet për atë që i paraqiti. Dhe kam përshtypjen dhe shumë vetë thonë që pikërisht ky gjykim ndaj Berishës paradoksalisht mund
mund të japi vota më shumë një pavarësisht se jeni në vitin e 12 qeverisjes. Dhe është normale që të ketë një ndryrë votave apo jo? Pas 12 viteve. Unë besoj që është S'është paradoksale të mendosh që ti votohesh më shumë pas 12 viteve në pushtet? Besoj që është degradimi më i merituar për dikë që hyri në këtë ndeshje me pretendimin që ishte Trumpi dhe po del nga kjo ndeshje me konfirmimin që është Bideni. Në aspektin e karakterit në fushë flasës, se me Bidenin nuk krahasohet as Sanada me ditën. Në fakt, Donald Trump hyri në të fushat, ndoshta pa dëshirën e tij, po përmes shfaqjes të këshilltarit të një nga këshilltarëve të fushatës, me cilën ai fitoi zgjedhjet në nëntor vitit 2024. Le të themi zoti Laçevita u bë protagonist, pavarësisht se nuk di si u bë pozitivisht apo negativisht, por ai ishte pjesë e fushatës. Mendoni që Partia Demokratike dhe Berisha pavarësisht diçka po rikuperojnë diçka me Shtetet e Bashkuara? Nuk e di këtë gjë. Unë di që këtu nuk bëhet fjalë për një këshilltar të presidentit Trump, këtu bëhet fjalë këshilltar elektoral tash. Këtu bëhet fjalë për një konsulent. Është biznes në vete që paguhet dhe jep këshillat e tij për një fushat elektorale, për një strategji elektorale. Dhe do ta kisha të vështirë të gjeja se çfarë merite mund të ketë pasur zoti Latif në fitoren e Donald Trumpit, sepse Donald Trumpi është një forcë e natyrës në kuptimin që nuk është punë këshilltarësh, është ai që është fituesi, por di që në fushatën e Bufit, Latifi nuk ishte zoti Lacivita, ishte zoti Latif. Nuk ishte absolutisht asgjë që mund thuash se që nga slogani ishte një vetë Shqipëria madhështore. Një vetë qesharakzim Shqipëria madhështore. Megjithatë, Shtetet e Bashkuara kanë mbajtur një distancë të qartë nga procesi zgjedhor, ndryshe nga 2021, ndryshe nga 2017, ndryshe nga 2011, nëse doni të referohemi, ku temi ambasadori atëhershëm mbajti një qëndrim që u duk qartasin në favor të Lulzim Bashës. Si e keni temi për përcjellë, si e keni përjetuar? Fakti që Shtetet e Bashkuara kësaj radhe kanë qenë distant nga pala. Nuk ka lidhje me ne kjo është e përgjithshme. Po, them si e keni përjetuar. Janë në një moment si të risetimi, edhe është fare normale në këtë moment risetimi që mos jenë fare prezent në mënyrën që si kanë qenë përpara, dhe nuk besoj se kanë qenë më prezent në mënyrën që kanë qenë përpara, të paktën me këtë administratë. Ju shqetëson kjo, pasi temi politikanë që prarë mësuar gjithmonë ta kenë një sy dhe një mëndë një vesh nga Washington? Unë mendoj që ky ka qenë një nga defektet e mëdha dhe një nga tmetat ose një nga shprehet më kuptimplodhet papjekurisë së politikanëve të këtij vendi, që i kanë zgjedhur vetë ambasadorët dhe ambasadat për arbitra dhe për vende arbitrimi, sepse normalisht do duhej që ti trajtonin me njëri tjetrin momentet e vështira. Edhe kur themi trajtojnë me njëri tjetrin, nuk jam duke folë për një paqe ideale, por jam duke folë për ato që bëjnë generalet dhe kur janë në fushën e luftës dhe ushtrit e tyre janë duke u vrarë me njëra tjetrën, në momentet e caktuara komunikojnë edhe marrin vendimet përbashkëta që kanë bëjnë me një moment apo me një moment tjetër, dhe nuk mundet dot që në një vend të shkohet edhe
lihet gjithë logoreja e politikës brendshme në ambasadë. Okej, ta respektojmë pak. Po, patjetër. Zamir.